Zoti Islami, ç'ne një televizor serb në Shqipëri? Ata ka një qeverinë në dorë, po s'ke një televizion, ç'është kjo pyetje që po bëni nderuar gazetar? Qeveria shqiptare është në dispozicion ose është filial i Parlamentit të Beogradit dhe i qeverisë së Beogradit. Komandohet andej, kështu që hapja e televizionit të tyre këtu, mua nuk më habit, për kunrazi unë habitem pse nuk ka qenë hapur me prej kohës, derisa ata këtu kanë 80 sa vjet që komandojnë, që nga 41-shit që krijuan që futën kolerën komuniste në Shqipëri, edhe sot e kësaj dite. Kështu që është krejtësisht normale ajo. Do thuashti që ne jemi shtet që jemi i vetmi që pranojmë një televizion të huaj këtu, por ne jemi i vetmi shtet që bëjmë shumë krime, shumë pislëqe, shumë poshësira dhe nuk jep kurkush llogari. Nuk më habit kjo. Ne kemi një popull që flë gjumë, një popull që është në anestezi të plot dhe çfarëdo që t'i bëjnë nuk ndjen më. S'ka më ndjeshmëri kombëtare, s'ka më ndjeshmëri qytetare, s'ka më patriotizëm dhe adetarizëm. Fare, gjikundi. Derisa pranuan dhe lejuan 76 bastard rrugësh që votuan në atë ligjin e barazisë gjinore, pra që popull e quan ti veten. Jo, zotëri, nuk kemi popull. Ne jemi një turm baktish, jemi në anestezi të plot dhe aqsa jemi, nuk kemi asnjë kërkesë, asnjë ndjeshmëri kombëtare, asnjë shqetësim kombëtar, vete vën oligarkët dhe këta hajtutët dhe marrin pronat e shqiptarëve, sepse krye hajtuti dhe krye palacu ai kombit shqiptar Edvin Rama u ka krijuar të gjitha kushtet që të marrin edhe të vjedhin. Është nëpërmjet ligjeve që bën vet ai kthen pronat e shqiptarëve i quan shtetërore me qëllim që t'i vjedhin kollaj ata oligarkët. Kështu që ne jemi në rregull me atë kërkesë dhe me atë koncept që ka populli shqiptar itanismi për demokracinë, për lirinë dhe për pavarësinë. Ne jemi të mbaruar, zotëri. Ne nuk kemi as drejtësi, as ndershmëri, as popull, as qeveri, as deputet. Ne kemi një turm gangsterësh dhe banditësh të 140 gangsterë dhe banditë që komandojnë dhe qeverisë e Shqipërisë. Dhe janë vegle serbëve. Avokat, po pse institucionet shqiptare lejojnë një gjë të tillë? Pra, a duhet që mos hiç lejohej që një televizion serb të hapej në Shqipëri, ashtu siç ndoshta edhe Serbia mund të mos lejojë që një televizion shqiptar të hapet në Serbi? Shiko, ata serbët edhe mund ta lejojnë nëse do mundet që se bën kur, po e marr 1% që do lejojnë një televizion shqiptar të funksionojë në Beograd. Atyre vet në lakra u bie, si atje ta kenë televizion shqiptar, si këtu ku janë, ata i komandojnë dhe ata qeverisin. Ata e bëjnë propagandën e të dy vendeve. Jemi në dorë të serbëve. Ti shiko, me televizionin e tyre ata këtu do bëjnë dhe një tjetër, do arrijnë një objektiv që e kanë vështirë pak a shumë deri tani, sepse do reklamojnë të tërë helmet e tyre që na i sillin këtu. Pra të duan televizionin. Do helmojnë dhe mendjet e njerëzve, do t'i vënë akoma në gjumë, do tallen me neve, siç po tallen, se ne jemi në mëshirë të fatit, se ne nuk ngrihemi të kërkojmë atë që na takon. Kështu që ai televizioni tyre, unë po habete pse nuk bën një televizion grek aty, dhe mbi të gjitha pse nuk po bëj një televizion izraelit, se ai mungon televizioni i kriminalëve të Netanyahut. Zoti Islami, çfarë duhet bërë në tilla raste? Pra, kush duhet të reagojë në momentin që nuk reagon qeveria? Populli. Po s'ka popull. Duhet ngremi dalin në rrugë. Duhet të ngremi ta përmbysim, e kam thënë disa 10 herë. Duhet të dalim në rrugë të përmbysim sepse ne nuk kemi opozitë dhe ashtu quajtura opozitë është më poshtër dhe më pështirë, më pist nga opozita. Pra janë një grup gangsterësh komunistë
që kanë uzurpuar pushtetin dhe kanë vënë popullin e gënjejnë, kanë krijuar dhe atë gardën e tyre personale duke i paguar sa për më pulën dhe kanë lënë popullin e thjeshtë, pensionistët që të vuajnë për bukën e gojës, shfrytëzojnë faktin që emigrantët sjellin remitancat e tyre këtu për të mos vdekur prindrit nga uria dhe këta do mbretërojnë kështu si janë. Do mbretërojnë në shekuj kështu si janë këta dhe me këtë popull që po qeverisin. Unë prandaj obitile shqiptarëve çohuni more të vdekuret pa mbuluar. Çohuni more dilini zot vendit tuaj, çohuni. Por nuk dalin. Avokat, a është e padrejtë dhe ndoshta dhe si tradhti që në një kohë që mbi bazën e denoncimeve serbe po dënohen ish komandantët e ushtrisë shqiptare në Hag, e ndërkohë ne hapim një televizion serb në Shqipëri, në mes Tiranës. Ndalojmë që këtu, të lutem, unë jam avokat. Ajo që kam dëgjuar unë, nuk e di sa e vërtetë është që ajo UÇK-ja ka bërë krime në popullsinë shqiptare në Kosovë. Dhe për atë po gjykohen e po dënohen. Që kanë vrarë shqiptarë të pafajshëm, që kanë bërë luftë civile. Për mua, deri tani me çfarë dëgjoj e çfarë na thonë se nuk kam qenë në luftë. Është lufta e UÇK-s është bërë një lloj si lufta e komunistëve shqiptarë në vitin 43-44. Pra, në maskën e luftës kundër serbit, eliminoni dhe kundërshtarët e tyre politikë që qenë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe fakte për këtë ka shumë, siç po na i thonë, pra nuk ka gjë të re këtu. Unë pres që të evidentohen, të demaskohen, të deklarohen krimet e tyre publikisht, të shikoj populli i Kosovës, të shikojmë dhe në shqiptarët e trungut të Shqipërisë dhe ata të marrin atë që u takon. Kam besim që gjykata ndërkombëtare nuk merret me shpifjet e serbëve. Kam besim që merren me denoncimet e qindra shqiptarëve që kanë mbajtur dhe kanë denoncuar në Hag krimet që kanë bërë. Avokat gjyqi në fakt ka nisur mbi bazën e denoncimeve serbe, sidomos të shtëpisë kontrabandë, shtëpi e verdh, po pra që mund të kishte bërë kontrabandë organesh. Pra kanë qenë denoncime serbe mbi të cilën u hap gjyqi në Hag. Dhe që ti të marrësh gjithë komandantët, një sekond sa ta mbyllun. Që ti gjithë marrësh gjithë komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ti çosh në Hag, gjithë pak ka qenë Ramush Haradinaj, tani Hashim Thaçi, Katri Veseli, pra kanë qenë gjithë Jakub Krasniqi, i bie që ti po delegjitimon luftën që ka bërë ushtria shqiptare e Kosovës për liri. Më fal një minutë. E para dhe e dyta, ç'pun ka një gjykatë ndërkombëtare për gjykuar krimet që mund të jenë bërë pas lufte, le të themi. E para atë gjykatë e ngriti vetë shteti i Kosovës dhe qeveria e Kosovës, parlamenti i Kosovës. Nuk e ngrita unë. As u imponoi njeri. E ngritën vetë gjykatë për të gjykuar krimet e luftës. Dhe është thënë dhe po thuhet dhe po denoncohen kush ka bërë krime lufte në Kosovë të marrë atë që i takon. Ajo që di unë është që aja Hashim Thaçi që e bëjnë këta komandant të UÇK-s, ai ishte një rrugaç që flinte, hante, pinte në vilën e Enver Hoxhës, në vilën në Murtret e 1 në Tiranë dhe s'ka i marrë pjesë në luftë. Ata që kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës, o u vranë, o janë degdisur në sytë këmbët, sepse pushtetin atje morën njerëzit e Milošević, Hashim Thaçit. Dhe më the për Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj zotëri nuk është dënuar, nuk është gjykuar. As është i arrestuar. Po pra, ai është arrestuar 2-3 herë, është marrë në Hag, është mbajtur në karabin, është liruar. Po pra, ka lutem. Ka dalë pafajshëm është liruar. Është normal. Procesi, jo s'është normal. Pse ti duhet ta marrësh para burgim një person i cili deli pafajshëm. Dhe ti po merr pak a shumë. Ti po merr pak a shumë gjithë komandantët e një ushtrie dhe pyetja ime është, duke i marrë gjithë komandantët e një ushtrie dhe duke i akuzuar sikur kanë bërë krime lufte, a duket sikur po themi UÇK-ja ishte një organizatë që në fakt nuk ka luftuar për të çliruar vendin, po ka luftuar për të vrarë njëri tjetrin? Se kështu po na del tani. Ashtu po del dhe ashtu po bëhet.
Ashtu po bëhet, dhe ashtu ka avokat qenë. Po ta them unë, janë eliminuar me dhjetra luftëtar të Avokat, LDK-s, të lidhjes. avokat, kanë rënë për liri qindra, mira, djemë të rinj kur kanë luftuar me serbët. Ne s'mund të themi që Ndaloj ashtu një ka minutë qenë, këtu. kur Ku i kemi gjetën qindra mira milionat të që kanë, shmorë. të lutem. Dalë një minutë tani. Ku i gjetën milionat që kanë vënë tani komandantët e UÇK-s? Nuk po Ku i flas, gjetën? është tjetër hesap pas lufte. Qofse donohen për pas lufte, le të donohen, kanë bërë krime, kanë bërë korrupsion, Pra le të ata donohen. për situatën pas lufte, situatën e pas luftës e përgatiten që në gjatë kohës së luftës. Po jam Kanë avokat menduar se mirë ata për të ne pasur. nuk e dim që një njeri me armë në dorë në vit frontit, duke luftuar me armikun, të mendoj se si do jem unë pas lufte. Pra, është mendoj, këndvështrimi im që duhet jemi pak më dashamirës ndaj njerëzve që kanë luftuar, mendoj unë. Absolutisht, po, dashamirës dhe mbështetës të plot të luftëtarëve që luftuan dhe dhanë jetën. Por absolutisht kundërshtar i Hashim Thaçit me shok që ka eliminuar kundërshtarët e tij politik. Kanë bërë luftë civile ashtu siç e bën partizanët shqiptarë me Ballin, kombëtar. E njëjta situatë është bërë edhe në Kosovë. Këtë e din tani dhe gurut, jo njerëzit. Pse nuk interesohet Hashim Thaçi të gjej Femi Aganin ku është? Pse nuk interesohet për Ukshik në Hotin ku është? Ku janë? Që gjeti? Ku është Ahmet Krasniqi? E të tjerë. Kush e vrau kolonelin në mes të Tiranës? Kush e vrau që i LDK-s Ahmet Krasniqi? Zotëri, mos i shikoni, mos dëgjo fare propagandën e këtyre njerëz. Se këta janë mjeshtra në propagandë. Por dëgjo opozitën e Kosovës. Nuk dëgjoj propagandë. Unë them që nisur edhe nga fakti që këtu kanë marrë Amush Haradinaj. Kanë marrë po kanë marrë dhjetra komandant të rëndësishëm të ish ushtrisë lëmtare të Kosovës. Duket sikur duke i marrë gjithë komandantët, duke i çuar në Hag, nuk e kam fare të raporti çfarë ka ndodhur në luftë. Unë them që nëse ka pasur tilla gjëra, le të dënojnë nga një gjykatë në Kosovë, po duke bërë ndërkombëtare çështjen, duke thënë që UÇK-ja ka pasur dhe që kanë kryer krim kundër njerëzimit, kanë bërë terror, më the thash, në vetvete, në momentin kur të rishkruhet historia, se besoj pas këtij gjyqi, pas këtij vendimi gjykatës, do rishkruhet historia. Dhe kam frikë se do na dali sikur kemi qenë ne ata që kemi shkuar në Serbi për të përzënë serbët nga shtëpia vet, kupton? Këtë hall kam unë. Unë s'kam hallin as Hashim Thaçit, as Kadri Veselit, as të tjetrit. Ndalojmë çik. Reçaku nuk e bëri UÇK-ja, e bën serbët. Pikërisht. Pra, e bën në Kosovë. Dhe nuk kanë vajtur cili ushtari UÇK-s ka shkelur kufirin serb. Një. Po them që ndoshta pas vendimit të gjykatës së Hagës. Po s'mund ta bëj, të lutem, që komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës donohen për krime lufte. Gjithë komandantët, jo. Të lutem, nuk janë marrë të gjithë komandantët, jo. Kryesorët këto kanë qenë. Urdhë? Kryesorët këto kanë qenë. Se kam njeri konkret. Zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë Dilaver Goxhai. Ja kush mes Tiranës. Pse se marrëm, pse se arrestojmë, pse se akuzojmë. Bashkë me të birin, me Dritan Goxhai. Jo zotëri, të pastrit nuk i nget njeria atje. Janë marrë vetëm me kriminalët, me krimet që kanë bërë Hashim Thaçi me shok dhe banda e tij. Të më thot Hashim Thaçi kush e vrau Ahmet Krasniqin në qendër të Tiranës. Kush? Kolonelin. Se nuk shkonte në Rambuje, dale se më kujtove dhe se kam qenë në Greqi kur po diskutoj problemi Rambujes, që doli ajo ish ministri i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Albrighti, i ndrit shpirti atje ku është, që tha kemi kohë, tha s'po gjejmë, tha po kërkojmë Hashim Thaçin dhe s'po gjejmë. Jo zotëri jo, Hashim Thaçi ka vepruar e ka zbatuar pik për pik politikën serbe në ushtrinë e Kosovës.
Avokat duhet kujtoj që zoti Dritan Goxha ka qenë i arrestuar me urdhër gjykatës speciale në Tiranë dhe Tirana vendosi të mos e ekstradoj drejt Kosovës. Pra, në fakt Dhe di pse, sepse dha urdhër Hashim Thaçi që të arrestohej, sepse kishte kundërshtar. Pse se arrestojnë, ja të kështë. shiko, Pse se kërkon Haga? ne po flasim për Të lutem. gjykatën speciale, po pra, gjykata speciale e lëshoi urdhrin e arrestimit. Dhe Tirana Po, vendosi pse të mos e kërkon- ekstradoj, sepse i quan pse nuk e gjyqin ndaj kërkon? komandantëve të padrejtë. Pse nuk e kërkon prap? Më thuaj? Sepse ka një vendim gjykate që e ka ndaluar Po pse ka... ekstradimin. Jo, në qoftë se ka prova, të rëmbejnë si që morën Hashim Thaçin nga zyra me helikopter, tak, edhe çojnë atë ku duhet. S'ka prova, jo, kanë luftuar me mish e me shpirt, e di unë si kanë luftuar, dhe në zgjendje kam gjetur mbas luftës atë Dilaver Goxhaj në Kosovë. Në një gjendje mizerabël, në një kohë që kolegët e tij në shtabin e përgjithshëm janë bërë miliarder tani, jo milioner. E kupton, ja këta janë komunistët e USK-s. Janë ata shokët e Hashim Thaçit që bën që të ekzekutohej dhe të vritet Helmoj dhe të vritet një gjumë komandant Teli. Me gjithë atë dhe familje ti sot është rrugëve. Pa një mbrojtje, fare. Pra nuk i duan të djatët ata. Ata kanë luftuar vetëm kundër të djatës, më tepër se sa kundër serbëve. Tani të na nxjerrin një listë emërore të vrarëve nga LDK-ja dhe nga UÇK-ja. Na nxjerrin. S'ka, nuk e nxjerrin. Dhe nuk do ta nxjerrin kurrë. Po unë dua të di kush ka vrarë Ahmet Krasikin në qendër të Tiranës. Se sa herë që dëgjoj atë këngë në qatë, stadisht, nuk është turp ta them. E këndon një këngëtar i shkëlqyer me një të trash që të dridhet misht kur e dëgjon. E vranë në mes të Tiranës Ahmet Krasikin, kolonelin. Pra, të lutem, Ahmet Jashani kush e tradhtoi? Arben, si ka ai? Adem Jashari, kush e tradhtoi? Ja ata e tradhtuan. Hashim Thaçit me shok. Pak e ka dhe 45 vjetë Hashim Thaçi, zotëri. Pak e ka. Janë të tërë spion të Sërbit dhe spion të Tiranës dhe Partisë Socialiste këtu.